Kryeministri Edi Rama thot se numri 5 i Partisë Socialiste në fletën e votimit të zgjedhjeve të 11 majit është një investim për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në një foto me flamurin e Shqipërisë dhe të Bashkimit Evropian dhe me numrin 5, kreu i qeverisë shkruan se qytetarët nuk duhet të shohin as majtas dhe as djathtas, por vetëm drejt unionit. Edhe me numrin 5 të Partisë Socialiste në fletën e 11 majit, ku çdo shqiptare do duhet të investojë votën për të vazhduar pas një ndalese lëkundje, negociatat me Bashkimin Evropian anëtarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian, siguruar pasaportën evropiane për vete e familjen, duke mos parë majtas e djathtas, po drejt tek maja e Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian, ka shkruar kryeministri Rama. Kujtojmë që më 17 mars u shorti për renditjen e partive politike në vendin e votimit, ku Partia Socialiste do të mbajë numrin 5, ndërsa koalicioni i Partisë Demokratike, Alianca për Shqipërinë Madhështore, do të mbajë numrin 1. Kreu i qeverisë ka thënë vazhdimisht se mandati 4 i tij do të ketë në fokus integrimin në Bashkimin Evropian.